Sfidë shumë e madhe, kështu që të përgëzoj duke të dëshiruar edhe suksese edhe më tej. Faleminderit shumë. Po sfida ka qenë një prej sfidave më të mëdha, më të rrezikshme, po fort Zotit arritëm me sukses me përballu edhe këtë sfidë. Gjatë këtij emisioni, me qenë se është rrëfim jete, do të flasim pak a shumë edhe për jetën tuaj personale, e më pas se do të kalojmë edhe te garat dhe te sporti që tash e sa vite e ushtroni. Po na intereson kush është Bujar Muli jashta sportit edhe jashta kamerave? Po, Bujar Muli është një bashkëshort, është një prind, jashta kamerave unë merrem edhe jam i licencuar për bodyguard në evropian, ndërkombëtar, merrem me sigurimet VIP-ve, merrem edhe me bodyguard, do të thonë kur kanë nevojë me qenë afër thyja 24 orë gjatë një eventi që e kanë ose ndonjë përcjellje që kanë me shku dikon, do të thonë jashta kamerave i kam unë këto veti që i punoj, do të thonë këto punë që i punoj. Bujar, po na intereson si ishte fëmijëria juaj? Po, unë si fëmijë gjithmonë jam konë, që thojmë na si hiperaktiv, kur s'ka mujt me qëndru një vend. Fatkeqësisht në rinin time nuk kem pas kamera për me nxizu, dhe sana çka unë i kom pas si fëmijë. Tash mundemi të tregu, po duken diçka sikur të pabesueshme. Cilat kanë qenë ato? Po njëna prej atyre ka qenë edhe kur në si fëmijë dikon 10 vjet ose 11 vjet. Po di saktë sa i kom pas, si fëmijë e di që kom arrit edhe me shtyp traktorin. Do të thonë traktori është këqapeshe rënd për një fëmijë të asoj moshe. Ka pas raste për shembull për bëj që kur kena bajt të nëherë dru që mërë të nxell, ka bova ki që unë e ku mush kolicën ma shumë se që duhet për me qu tek veni ku i kena palu këtë nëherë. Pastaj kom qenë edhe portier si fëmijë që nga mosha 6 vjeçare. Na pa të regjistru baba në një klub atëherë, ka qenë para lufte, na kanë ushtru të 22 maj, mos gabosha, herën e parë që e majnë me kur pa të regjistru mas pari. Pastaj mas lufte, vetëm që u shliru, mi kena pas stadiumet tona, ato do më thonë kom fillu si portier. Do më thonë dykon deri te mosha 17 vjeçare, kom qenë edhe portier. Po nga cila mosh saktësisht keni fillu me çu pesha trona? Po unë peshën më të madhe që kom arrit me çu, do më thonë dikun ka qenë mosha 12 apo 13 vjeçare. Ato ka qenë në koha kur me herë mas lufte, një fëqin tem e patën në Burgos, pa e patën ndërgu në Shqipëri, tash e mas një kohë e patë ardhë, mas jo është liru Kosova, s'po di tash sa ka qenë sakt distanca e asoj kohë që ka ardhë, dhe kemi pas qenë ma paralagjës tonë atë të nejtë, në patë ardhë me një fugan, apo kambi që i thojmë ne, edhe ne i gëzum kur e pom, se shumë paku gatë, edhe në mënë me të shkarkoj këtu thos, kanë qenë me milë. Edhe ato e di që i pa të thonë këtëve shokve, vllaznive që më konë ato adhin që të minin shpinë. Edhe kisha qef, që ato e di që 5 thash më zgabov që i kom qitë në shpinë edhe pa ta hecë të kom një vëlla 100 metra më zgabov që. 12 vjeçar keni qenë atë kohë? Valla, qashtë 12 vjeçar, se besoj që më konë ashtë. 12 apo 13, s'po di tash, se unë jam korrek i lindun, tash s'po di cila kohë konë tash, që ato 12-13. Po familja të qërtojshet ku në moshën 12 vjeçare mi hedhë mbi supe 5 thas me të vërtet sfidë? Sfida që kanë, po familja zakonisht këtë rast nuk e kanë po heq, po kur unë kanë po, shambull për bëjë që e kumë bo një sen, ose këtë nëherë drut, kur i bleshëm, që i kapshëm, piskeqin, kuptohet se që po lëndona, se jam konë i letë me babgjyshin shumë, edhe babgjyshi jam ka qenë këgja fizikisht të fort, që kam punu këtë nëherë punë kraj, që shumë konë punë e rëndë, edhe gjithmonë kur e pajsha ato të e qu diçka ose të punu diçka, në gjithmonë e kom pas ato si shembull, kur e kom pa shembull babgjyshin tam e kom pa kur e ka ngrit për kolicën.
me dur, ka ngrit për kolicën edhe e ka qit në kuk traktorit. Po. Për që shkojshë me mbledh song këtë herë. E pa pëqyshin dhe me thonë, qka e pa i shato nësi fëmi, se fëmija është si fletë e bordë, qatë sheve që regjistran. E one dhe me thonë ata kom pas model edhe gjithmonë e pëqysha shka po bërë nëse kur e pa isha në njëri ma të rritën sën. Që shamë të bëjmë merë mas luft e neve nga paten kallë shpin, edhe me thonë, pikon mas një 2 vite, 3, kom pas 15-16 vjetë, shumë s'kom pas. Tash kur i preshin thasët qimentit me shkarku, ose qeremidit, ose diçka tjetër, që ose dikush që ka kap një thes, unë kum dosh mi kap 3. Do gjithmonë kum pas qef një ma shumë me quane. Pse, a ke pas qef mu dalu nga të tjerët? Kjo është do më thonë, e lindne, po energjia mbrëmshme. Kjo energjia mbrëmshme, për shembull, ka raste ku më mbruk të shtëpia, ka raste që më ka rrok në punë. Edhe do më thonë, këtë energji do na me qit jashtë ne. Ose do të me qit energjin jashtë për mes sporti, ose do të mu rrej me njerëz. E tash mu ma shumë e kum preferu për mes sportit me largu energjin, se veç vetë e di çfarë energji e kam. Është e pabesueshme me ta thonë ty çfarë energji e kam. Po në atë ko, keni shiku një sport tillë përmes televizionit, apo vetëm të kalim ky pasion edhe çdo herë ke pas dëshirë me qu pesha trona? Unë këtë sport nuk kum ka rasti me po, si fëmi, se kum përcjell, për arsye se na si fëmi domethënë na konë shumë, jo sikur fëmija e sodit. Të nditën me iPad në dorë, telefon në dorë, na domethënë kemi dalë në 8 me nxesë dhe na kthy 8 mbrëmje në shtëpi. Domethënë gjithmonë na konë me aktivitete, ose me futboll, ose që luajmë msheftash, ose që na pas dhe lojna çka tash ju tregu fëmijëve të sodit, thotë ç'është keni mojt për jetu me këto zanan atku. Jo, nuk e kum po unë për veti kum pas shef me lexu, edhe kum pas shef babgjyshi, Rames Pjeti post, ai gjithmonë domethënë kreshnik këtu në herë që mbaskon të fort. E Muja Halili. E domethënë kur kallëzeshin për ta që shkon të fort, edhe unë aty u kon si mite. Po e kisha domethënë atë çefin që po du më bëj fort. Tash kush ishin ata nuk i disha. Deri sa kum arrit me lexu me një libër, deri sa kum arrit domethënë me lexu edhe me një historinë e Omerit. Për shembull Omeri është një prej sahabive shoqët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ka qenë njëri prej sahabëve më të fuqishëm të asaj kohe. Edhe kur kum lexu për trimnin dhe burrnin e tinaj, domethënë kum thonë po du më bëj si ky. Me kalimin e kohës domethënë kum kuptuar se Omer s'banon më. Po thosha velet bona 1%. E kjo ka qenë domethënë ajo që unë e kum pasur ti kush e ka i dall për shembull një sportist huj. Për shembull dikush e ka Van Damme, dikush e ka Chuck Norrisin, dikush e ka secili e ka ato preferumin e vet. E unë këtë njerëz se kum po kur vetëm sa çka kum lexuar dhe kum digu historitë tinaj, çu ka qenë burr i madh, me fuqi të madhe, edhe me trimni të madhe, po me burrni të madhe. E mu që kjo më ka vy. Domethënë, jo me pas fuqin e burrnin mos me pas, po kum pas shef mi pas tana. Edhe fuqin, edhe burrnin, edhe trimnin. Edhe kur kum lexu për këto, domethënë gjithmonë kum pas shef thesha më bë si ky njeri, edhe pse ai se kum po njëtën tam të çura, nëse po unë ka pëlqy burrnia, trimnia, sinqeriteti e një trimi që dëshmi pas. Domethënë që ka qenë aja për kujna unë domethënë ju më inspiru për më bë kështu që jam sot. Bujar, me qenë se jemi duke folur për fëmirin tuaj, na tregoni ndonjë sfidë që keni kaluar, ndonjë sfidë të rëndë si fëmijë, ndoshta me keni dërgu pesha, trona, apo ndonjë sfidë që ndoshta akoma e kujtoni fëmirisë tuaj? Është problem tash mi mojt men ato se ku e gotë, po përveç ato me traktor që thash, që e kum shty domethënë traktorin, ato me thos me ciment, me thos miellit, është pak shumë kohë e gotë edhe nuk po më kujtohet për momentin, po shumë se më kujtohet ndërkohë, e tregoj po për momentin valla jes, më kujtohet.